Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri, të nderuar teleshikues, sërish i kthehem unë emisionit Politika në udhëheqjen e të cilit do të jem në kohën në vazhdim. Më pas një pauze bukur të gjatë kohore për arsye të ndryshme, nikoqiri i këtij emisioni sërish do të jem unë, nikoqiri juaj, kuptohet, edhe nikoqiri i misafirëve të cilët do t'i ftojmë në këtë emision. Në emisionin e sonshëm do të flasim kryesisht për opozitën shqiptare. Pas kongresit të tyre, ato filluan edhe reformat e tyre. Sa ato reforma janë reale, sa ato reforma janë duke u shtyrë përpara, sa krijojnë pakënaqësi. Do të flasim gjithashtu edhe për pozicionin e opozitës shqiptare, gjithsesi se sa ushtron punën e saj si korrektor i pushtetit. Të gjitha këto sonde do t'i flasim me misafiren që kemi të ftuar, profesoreshën e nderuar, nënkryetaren e Bashkimit Demokratik për Integrim, njëkohësisht edhe zëdhënëse kësaj partie, zonjën Arta Bilali Zendeli. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi të jem pjesë në emisionet e TV Globit. Ndoshta pse është nga Gostivari, ndoshta pse e kam edhe gjeografikisht shumë afër, po gjithmonë vi me kënaqësi dhe me një vullnet jashtëzakonisht të madh. Ashtu pra ju falënderit që keni këtë besim, njëkohësisht t'i njoftojmë opinionin publik gostivaras, por edhe më gjerë për situatat aktuale në vend dhe në partinë tuaj. Unë thash që në fillim, në paralajmërim të emisionit, thash që Bashkimi Demokratik për Integrim menjëherë pas kongresit filloi reformimin e saj të brendshëm. Tani, reformat vazhdimisht janë të dhimbshme dhe krijojnë ndasi, pakënaqësi e kështu me radhë. Sa ju si parti politike pas kongresit mendoni se dolet më të unifikuar, apo keni përçarje ose si qëndron puna? Sa jeni të kënaqur me punën e kongresit dhe me reformat e filluara? Atëherë një vlerësim i përgjithshëm jashtë vlerësimit tim subjektiv, sepse është krejtësisht e natyrshme që unë ta vlerësoj lart punën e kongresit, po edhe nga reagimet që i kemi marrë nga opinioni si subjekt politik sidomos, adresuar nga niveli më i lartë partijak deri te nivelet më të ulta, është se kongresi vërtet ka dhënë ka dalë si një tregues i mirë për dëgjimin e zërit të bazës, për reformim të strukturave partijake dhe ai reformim të mos jetë sa për sy e faqe, po të jetë një reformim pothuajse i tërësishëm, gjë e cila po ashtu tregon se Bashkimi Demokratik për Integrim është një parti e madhe që ka kuadro edhe për vijën e parë, edhe për vijën e dytë, edhe për vijën e tretë, që është parti e guximshme dhe nuk heziton që këtë ndërrimin, të them kushtimisht të brezave, ta bëj dhe të ballafaqohet edhe me ato pakënaqësitë eventuale të cilat i përmendet ju, dhe si përfundim nga kongresi, si rrallë për të mos thënë asnjë parti deri tani në këto vitet e pluralizmit politik, ne kemi 80% antarë të rinj të Këshillit të Përgjithshëm, kemi rreth 70% antarë të rinj të kryesisë qendrore, apo më saktësisht kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm, dhe kemi futur kuotën prej të paktën 30% për pjesëtarët e gjinisë femrore apo gjinisë më pak të përfaqësuar dhe 10% nga forumi rinor ku hynë të rinjtë deri në moshën 29 vjeçare. Ndaj bindjen se ky proces i ndryshimit në strukturat e partisë deri tani në nivel të këtyre organeve që i përmenda, është proces i cili është pritur mirë nga elektorati ynë, po edhe është me rëndësi se edhe nga ata që ndoshta nuk janë votues të Bashkimit Demokratik për Integrim, po reagimet kanë qenë gjithmonë me fjalë miradije, me fjalë përshëndetëse dhe me fjalë përgëzimi. Tani, përveç ndryshimeve në kapitalin njerëzor, në çështjet kadrovike, kongresi doli edhe me 4 rezoluta shumë të fuqishme, të cilat janë, domethënë, janë alfa dhe omega tash për strukturat tona partijake, rezoluta për ruajtjen e karakterit të shtetit unitar, e cila në vete ngërthen nevojën për, domethënë, detyrimin që ligjet që sillen me badenter të mund të ndryshohen nga gjykata kushtetuese vetëm me badenter, dhe zgjedhjen e qeverisë me badenter, me të cilën zgjidhet edhe çështja e legjitimitetit. Dëgjoj ndonjëherë se ne nuk e përmendim më legjitimitetin, jo, legjitimiteti është aty,
është çështje që është shkelur gjatë krijimit të kësaj qeverie dhe kërkesat që të respektohet vullneti i shqiptarëve si komuniteti i dytë shumicë në vend mbetet. Dhe çdo gjë tjetër jashtë kësaj mendoj se nuk ju shërben shqiptarëve. Pavarësisht se tani është Bashkimi Demokratik për Integrim apo Fronti Evropian doli si fitues në zgjedhjet e 8 majit, duke qenë në fillim edhe partia e dytë për nga deputetët, se kishim 20 deputet dhe pastaj me një inxhinjerin ku bën 19 dhe u barazuam me Lidhjen Social-Demokrate, po të gjithë ata të cilët e shkelën kësaj radhe duhet ta kemë parasysh se ajo mund që kthehet si bumerang në të ardhmen të gjithëve. Nuk është diçka që ne duam ta rregullojmë vetëm për vete, po duam ta rregullojmë që populli shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjithmonë të ketë dëshirë, vullnet për të votuar dhe për të zgjedhur midis shqiptarëve dhe të jetë i bindur se ai që do të fiton nga shqiptarët, ai do të jetë përfaqësues në qeveri, jo ai që e ka dëshirën dhe mëshirën e një mandatari Maqedonas. Në pjesën e mëposhtme të misionit do të flasim edhe për këtë pjesë. Tani do të pjesë pas dje me sa më kujtohet dje zgjodhat edhe kryetarët të cilët kishin ngelur pa u zgjedhur, dhe me këtë edhe e përfundoni si proces pjesën e reformimit. Kanë mbetë edhe disa dek, Jegunovca ka dhe disa dek ku nuk është e përcaktuar. Grupat e brendshëm të partisë gati se janë të reformuar. Kryetarët e dekëve janë pothuajse të gjithë të emëruar nga kryetari pas konsultimeve përkatëse, ashtu siç e përcakton apo siç e parashes statuti i partisë. Dhe tani sa ju jeni realisht të bindur dhe sa jeni të fokusuar në atë që të reformuarit, apo si që thatë ju generatat e reja, brezat e ri të cilat kanë erë në pozicione në partin tuaj, nuk do të jenë në ndikimin e brezave të vjetër të cilët kanë edhe autoritet në parti. Sa është reform reale? Mendoj se është reform shumë reale dhe tani normal përvoja e kuadrove të caktuara nga e kaluara, gjithmonë është e mirëseardhur në natë mentorimin apo këshillimin e duhur, adekuat për çështje të caktuara, ndërsa politika reale, politika bashkohore, përveç përvojës që e kanë ata persona që nuk janë më pjesë e strukturave, kërkon edhe disa cilësitë e tjera që unë mendoj se brezi i ri i posedon dhe me një gërshetim me këshillat, mentorimin, apo përvojën, po ndihmën adekuate, ndihmën përkatëse, mendoj se jemi tamam në rrugën e duhur. Unë kam besim të pjesët e reja të zgjedhura dhe jam e bindur se janë në një përgjigje edhe ndaj kërkesave të bazës, por që është shumë më rëndësi edhe ndaj kërkesave të kohës. Reformat gjithsesi janë të mirëseardhura për arsye se do të shtinë edhe qytetarët që të jenë më të interesuar për të votuar, pasi që në zgjedhjet e fundit dhe ato të parafundit vërejshte mungesë vullneti për të dalë të votuar si dëshpërim i veprimit të partive politike. A mendoni se kjo do të reflektojë edhe të votuesi i thjeshtë? Po, edhe teoria politike, edhe përvoja gjithmonë tregon se fytyrat e reja me një bagazh të duhur, jo vetëm sa për të qenë fytyra të reja, janë më të prirura të ndjellin besim edhe të votuesit dhe unë uroj që gjitha partitë të ndjekin shembullin tonë, sepse vërtet ka në politikë në Maqedoninë e Veriut njerëz të cilët janë shumë gjatë në politikë dhe ajo detyrimisht që reflekton edhe në humbjen e besimit nga ana e elektoratit. Këto reforma nuk kuptojnë përgatitje edhe për zgjedhje. Tani, opozita shqiptare në zgjedhje, ju si BDI keni pasur edhe në këto zgjedhjet e kaluara koalicionime, të cilët në zgjedhjet parlamentare ishin si Front Evropian, në zgjedhjet lokale. Sa ju jeni të kënaqur nga rezultatet me këto koalicione dhe cili është plani për të ardhmen për koalicionime, pasi lideri juaj bëri një apel që partitë politike më të vogla të shkrihen në një koalicion më të madh, gjithsesi në koalicionin të cilin do ta udhëheq BDI,
Dhe si mendoni në këtë drejtim, si e planifikoni të ardhmen në këtë drejtim? Fillimisht për rezultatet dhe sa jeni të kënaqur nga koalicionet që i keni pasur para pak? Po në qoftë se i shohim numrat se çfarë na kanë servuar koalicioni edhe si Front Evropian edhe si Aleancë Kombëtare për Integrim, edhe në zgjedhjet e 8 majit, po edhe në zgjedhjet paraprake që ishin 24 prill për kandidatin për president, Fronti Evropian në atë kohë ishte fitues absolut. Në zgjedhjet e 8 majit ne arritëm kundi 137.000 diçka vota dhe ishim kampi i parë politik në bllokun politik shqiptar. Në zgjedhjet e fundit të 11 tetorit, në votën popullore apo votën e listës për deputet, për këshilltar, në Aleanca Kombëtare për Integrim ishte mbi 23.000 vota në përsi ndaj koalicionit Vlen. Dhe kjo tregon se koalicioni ka funksionuar dhe në qoftë se nuk je i kënaqur me rezultatin për të qenë i pari, atëherë duhet të jesh i kënaqur me mëshirën e Mickovskit. Parapëlqejmë të jemi të kënaqur me dëshirën dhe arritjen që të jemi të parët edhe në zgjedhjet e 8 majit, edhe në zgjedhjet e 19 nëntorit, më falni. Cili është pozicioni aktual në lidhje me këto koalicione? Si Front Evropian tani gati se nuk funksiononi, po si AKI? Po, nga Fronti Cilat kanë qenë Evropian, marrëveshjet e kam qëllimin, derisa ka qenë marrëveshje të zgjas një koalicion, pastaj normalisht në proceset tjera zgjedhore koalicione të ardhshme, marrëveshje të reja. Këto koalicione janë krijuar me një optimizëm se do të zgjasin një periudhë të caktuar. Më duhet ta shpreh në një farë mënyrë edhe atë zhgënjimin që e kam përjetuar qysh kur filluan të dalin 1 nga 1, 2 nga 2, 3 nga 3 së fundmi partitë që ishin pjesë e frontit, sepse mesazhi i cili u dërgua me unifikimin e frontit ishte shumë i fuqishëm dhe mesazhi që dërgohet me përçarjen e frontit është dëshpërues pikës pari për qytetarët, sepse e humbin besimin te politika, te politikanët dhe te çdo koalicion i ardhshëm i mundshëm. Tani nga fronti e pam sidomos me këtë votimin e fundit për Safe City, se aty nuk graviton Bejxhan Ilyas, ish kryetari i Partisë Demokratike Turke, pastaj edhe deputeti i pavarur Ilir Demiri, i cili u shkëput nga disa formacione dhe doli si i pavarur, në fund nuk votoi as për mbajtur, as mungoj, po votoi për Safe City-n, edhe disa grupacionet. Me thënë, në këtë drejtim, koalicionet funksionojnë atë sa funksionojnë, dhe me thënë, marrëveshjet zgjasin përderisa intereset nuk përplasen. Tani, grupi parlamentar sa është i unifikuar? Ju e përmendët, Bejxhan Ilyas tani mos e keni, Ilir Demiri dëshmon se ka një paqëndrueshmëri, si qëndron puna me tjerët? Deputetët, do me thënë, të cilët kanë hyrë nga listat e Frontit Evropian, po që kanë qenë të pozicionuar në vendet që në atë kohë i kanë takuar Bashkimi Demokratik për Integrim, është kënaqësi ta them se janë të unifikuar, kurse për tjerët le të ngelet në ndërgjegjen e tyre se ata nuk janë më të unifikuar, bile kanë filluar edhe ta kundërshtojnë apo të ironizojnë me Bashkimin Demokratik për Integrim, po kryesorja është se ne të shtëpisë tonë politike, të organizatës tonë politike, janë të unifikuar të gjithë. Në skenën politike shqiptare ka shumë parti të regjistruara këtu në Republikën e Maqedonisë, ndërsa apeli i kryetarit tuaj ka qenë që partitë politike shqiptare këtu në vendin tonë të ndahen në 2 bloqe. Pastaj kishte në kohë të fundit një deklarim se partitë më të vogla duhet të shkrihen. Pajtoheni ju që të shkrihen partitë e vogla apo të jenë bloqe nëpërmjet koalicioneve? Shif, më mirë është, më e lehtë është për funksionimin e partisë të jenë parti të unifikuara, parti të vetme. Po edhe funksionimi si koalicion, derisa nuk ka ndonjë përçarje të madhe, mendoj se mund të zhvillohet, nuk është e pamundur të zhvillohet, por me rëndësi është që të jenë shqiptarët të grupuar në 2 bloqe. Do të kisha parapëlqyer që të jenë në 2 parti të fuqishme, po edhe nëse vendosin nuk arrin të shkrihen, të bashkohen, të unifikohen, të paktën të kenë 2 bloqe, sepse sistemi elektoral është i tillë që i favorizon partitë
apo një fond më të madh të votave krahasuar me partitë që kanë fond më të vogël të votave. Për sa i përket zgjedhjeve, ju vazhdimisht si parti politike keni kërkuar që të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe keni qenë idhëtari asaj që ato të mbahen sa më shpejt. Ndërsa kohëve të fundit ose pas takimit të liderëve, sikur është zbehur kjo kërkesë. Qëndrimi i kryeministrit është se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, ndërsa opozita maqedonase ato insistojnë që edhe thonë që do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Tani a mund të presim të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare ose të presim një herë? Shifni, shpërbërja e kuvendit dhe shpallja e zgjedhjeve mvaret direkt nga ai që i ka 61 vota. Bashkimi Demokratik për Integrim edhe ndërmjet 2 raundeve të zgjedhjeve lokale, kur shumë kush ndoshta mendoj se do të jemi të deprimuar apo të panikuar nga i rezultat që e morëm, ka kërkuar, ka insistuar për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe insistojmë. Insistojmë të ketë sa më parë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Tani, qëndrimet e kryeministrit se nuk do të ketë zgjedhje janë të qarta. Po nga ana tjetër është edhe qartë se ai haptazi e tha më duket se dje ose pardjen nga foltorja e kuvendit se për Safe City jam në gjendje edhe të shkoj ta përfundoj karrierën politike apo të shkoj në zgjedhje. Jo, të bie qeveria. Po, të bie qeveria, po. Kështu që nëse bie qeveria dihet se çka ka. Duhet të shpallen zgjedhje, prandaj unë i marr pak me rezervë këto deklarata për shkak se mendoj se edhe duke marrë sidomos për bazë ato paraqitjet e disa deputetëve që mirën me çështje ekonomike gjatë analizës së buxhetit, që thonin se ky buxhet është buxhet zgjedhor, mendoj se këtë vit flitet, dëgjohet se këtë vit do të ketë zgjedhje të parakohshme. Kurse sa i përket Bashkimit Demokratik për Integrim, ne insistojmë një orë më përpara të ketë zgjedhje. Dhe jeni të gatshëm të futeni në garë me njëherë. Po. Para se të shkohet në zgjedhje, është paralajmëruar edhe ndryshimi i kodit zgjedhor, gjithsesi të ligjit të zgjedhor, për të cilin vetë qeveria u deklarua se deri në qershor do duhet të jetë gati. E tani, cili model është i preferuar? A do ketë edhe ndryshimi i modelit zgjedhor, ose do qenë ato ndryshimet si gjithmonë që ndodhi në Republikën e Maqedonisë, fillojnë të flitet për një ndryshim të ligjit zgjedhor dhe ndryshimet pastaj brenda ndodhin vetëm kozmetike, jo qenësore, cilësore të jenë. Kryetari juaj u deklarua se do të kishte pranuar një model zgjedhor që Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore me një prag prej 5%. A i keni parapar rreziqet e kësaj, ose a keni vendosur në vërtet se për çfarë modeli zgjedhor jeni ju të gatshëm që të bisedoni? Kështu, çështja e ndryshimit të kodit zgjedhor është çështje e një konsensusi më të gjerë politik. Për fat keq kjo qeveri, edhe kur i ka krijuar grupet e punës për kodin zgjedhor më njëherë pas konstituimit të qeverisë, ka qenë përjashtuese për disa subjekte politike dhe kjo normalisht se nuk është shenjë mirë për demokracinë dhe për demokratizimin apo procesin se si do të bëhen ndryshimet në kodin zgjedhor. Të presim një ndryshim të rrënjësishëm të sistemit zgjedhor në një afat për shembull nga tash deri në qershor për 5 muaj, personalisht mua më duket iluzore. Ne ngelim në do me thënë atë që e tha edhe kryetari jonë më njëherë pas takimit të liderëve, është e vërtet se ndoshta ka disa rreziqe që fliten, por nga ana tjetër ne nuk jemi për vetëm një njësi zgjedhore dhe vetëm prag 5%, po edhe lista të hapura, të cilat besoj se të gjithë jemi dakord se listat e hapura do të sjellin kualitet dhe veprim aktiv politik shumë më të theksuar se sa listat e mbyllura apo listat të cilat aktualisht i kemi në funksion. Nuk jam shumë optimiste se rrënjësisht do të mund kodi zgjedhor të ndryshohet deri në qershor. Plus, përveç kësaj është dorëzuar edhe iniciativa për shfuqizimin e qeverisë teknike, po që sipas propozimit të qeverisë do të duhet të ndodhë jo nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare, po pas këtyre zgjedhjeve, gjë tregon se më shumë kozmetik se sa substancë. A mendoni që duhet tani të bëhet ndryshim ose
të hiqet qeveria teknike. A jemi ne vërtet të gatshëm që të organizojmë zgjedhje në këtë formë, siç kërkon edhe pushteti aktual? Qeveria teknike erdhë në një moment jashtëzakonisht delikat për Maqedoninë e Veriut dhe u formua, sa më kujtohet, si rezultat edhe i ndërmjetësimit të faktorëve ndërkombëtar. Dhe kur kemi ndërmjetësim të faktorëve ndërkombëtar, kjo prore dëshmon se bashkë nuk miremi vesh kollaj apo letas ndërmjet veti, dhe insistimi për ta shfuqizuar qeverinë teknike në një kohë kur një parti e madhe në pushtet si VMRO-DPMN-ja ka pushtet absolut, edhe në nivel qendror edhe në nivel lokal, druaj se nuk do t'i shërben demokracisë dhe zgjedhjeve demokratike në të ardhmen. Është shenjë mirë, duhet ta pranojmë, se të paktën nuk e kam parapar që nga zgjedhjet e radhës, po do t'jenë pas këtyre zgjedhjeve, dhe me thënë, zgjedhjet e dyta do të mbahen pa qeveri teknike, që jep një shkëndi shpresa ashtu se kanë vullnet që të zhvillohet demokracia. Partitë në pushtet thonë që, ashtu është, dhe me thënë, ato mund të bëjnë, të ndryshime mund t'i bëjnë, pasi që të ndryshime kalojnë me shumicë të thjesht, ato shumicën e thjesht e kanë, mirë po ja që dëshirojnë që të gjenjë një konsenzus të përbashkët. Ju keni qenë pjesë e këtyre bisedimeve. Me thënë, jeni në ato grupet punuese si parti prezente? Tash për tash jo. Thash, e kanë krijuar atë, do me thënë, ndryshimin e kodit zgjedhor në mënyrë të njëanshme. Vetëm disa parti janë të kyçura, nuk është grupi gjithëpërfshirës. Sa i përket kësaj, ne e kemi dhënë edhe si Bashkim Demokratik për Integrim qëndrimin e prerë se mund të shqyrtohet vetëm me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, sepse kjo ishte një prodhim që erdhi nga i ndërmjetësim dhe ne nuk duam dhe nuk është mirë që ta flakim për shtetin, ta flakim tutje në momentin kur mendojmë se mund të bëjmë diçka vetë, pa u konsultuar me faktorin ndërkombëtar. Ky propozim për shfuqizim të qeverisë teknike, mendoj se po ashtu ka ardhur në mënyrë të njëanshme. Qëndrimi jonë është i prerë, është publik, ka 2 javë tepër që është publik, dhe nuk është se ka pas ndonjë konsult nga ndërkombëtarët për këtë çështje. A keni vënë kontakte me ndërkombëtarët për një iniciativë të këtillë? Jemi në komunikim të vazhdueshëm. Dhe pritni përgjigje nga ata që të ndërmerren hapat e më të qeshme. Po. Ndërsa përsa i përket ndryshimeve në kodin zgjedhor, në atë u paralajmërua një grup pune. Edhe në atë grup pune nuk bën pjesë ekspert të dërguar nga Bashkimi Demokratik për Integrim? Jo, grupi punës që është themeluar nga ky ministër i drejtësisë është skandalos, mund të them. Nuk është gjithëpërfshirës. Do me thënë që në fillim të krijimit të një ligji të ri, ka përjashtime dhe në të ardhmen me siguri pritet nga ju që të ketë edhe kundërshtime kundrejt një propozimi eventual. Patjetër se po. Po mirë, tani të bëjmë një shkputje publicitare, pastaj do të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit ku do të flasim për pozicionin e opozitës kundrejt pushtetit si korrektor i tij. Faleminderit.
Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të vazhdojmë bisedën me nënkryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe zëdhënësen e kësaj partie, profesoreshën Arta Bilali Zendeli. Zonja Bilali, sa ju jeni si parti duke luajtur rolin e një korektorit të pushtetit, i cili mbase nga njëherë hase në vesh të shurva? Po, ky pushtet ka një numër të konsiderueshëm të votave në kuvend për t'i kaluar të gjitha ato ligje që i mendon se mund t'i kaloj. Megjithatë, aktivizmi i opozitës është që t'i nxjerrë në dritë pikat ku nuk pajtohen. Mendoj se deri tani jemi në mënyrë solide duke luajtur rolin e opozitës përmes preskonferencave, reagimeve të deputetëve në kuvend, paraqitjeve në për emisione të ndryshme debative dhe gjitha mundësive apo mekanizmave të cilat na jepen për ta luajtur rolin e opozitës së mirëfillt. Dhe vazhdimisht partitë në pushtet ju akuzojnë se e keni vështirë të qëndroni në opozit. Si ballafaqoheni ju me këtë rol? Do të ishte më mirë partitë në pushtet më ta kuptojnë se Bashkimi Demokratik për Integrim është në opozit. Ne jemi të vetëdijshëm për atë dhe ata të shkëputen nga ajo kërkesë retorike për Bashkimin Demokratik në opozit, sepse gati 2 vite po bëhen që jemi në opozit, dhe të shohin të punojnë apo të arrijnë të realizojnë premtimet të cilat i kanë dhënë, dhe kjo vlen në mënyrë paralele edhe për pjesën e pushtetit të VMRO-DPMN-s edhe të koalicionit vlen. Sepse përsëritja e një refreni të tillë BDI në opozit, ndonjëherë na bën të mendojmë mos vallë jemi në pushtet ne që këta kërkojnë që ne të jemi në opozit. Ne jemi në opozit. Dhe ata janë në pushtet. Ata i kanë 81 treguan me Safe City-n, ata tani duhet të miren me kërkesat reale dhe me premtimet të cilat i kanë bërë gjatë fushatës. Po, Bashkimi Demokratik për Integrim, ja po e them, është në opozit. Atyre u takon të zhvillojnë politikat ekonomike, të nivelit ndërkombëtar, të drejtësisë dhe të arsimore, kulturore dhe të gjitha politikat tjera të cilat janë me rëndësi etike për shtetin. Ta analizojmë një fenomen që paraqitet paktën në vazhdimsi në partitë politike shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë, po ndoshta edhe të partitë politike të bllokut Maqedonës. Ndryshe sillen dhe flasin kur janë në opozit, ndryshe pastaj sillen dhe veprojnë kur janë në pushtet. A pajtoheni me këtë konstatim? Dhe pse ndodh kjo? Në qoftë se i marrim, do me thënë se partitë politike se sa janë konzistente në atë të cilën e realizojnë dhe atë të cilën e premtojnë, unë do t'ju përmend vetëm 3-4 shembuj nga pushteti aktual, me thënë jo nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por nga pushteti aktual, të cilat kanë qenë premtime shumë të fuqishme para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare po flas, dhe nga të cilat nuk po shohim as 0.1% realizim. Fillimisht ishte ai premtimi për 10.000 euro për çdo qytetar pas privatizimit apo ku ta ditë ndërmarrjeve publike. Publikisht e them se unë nuk kam dëgjuar ndonjë qytetar nga jugu në veri, nga lindja në perëndim të Maqedonisë së Veriut të ketë përfituar nga ky premtim, domethënë doli vetëm një premtim bosh. Mbyllja e kazinove ishte po ashtu një premtim përmes të cilit na atakonin shumë dhe tani del se kazinot, ja, le dalin qytetarët, le të shohin se ka ndonjë kazino të mbyllur nga fundi i qershorit të vitit 2024 deri tani. Me thënë për çfarë mbyllje të kazinove, kur kazino mund të them se edhe hapen çdo ditë, jo që nuk mbyllen, po edhe hapen kazino të reja. Ndryshimet kushtetuese, afatizimi, 6 muaj do jemi në qeveri, për 6 muaj do bëhen ndryshimet kushtetuese, shumë jo më larg se dje, kryeministri direkt e tha se sa t'jem unë kryeministër nuk ka ndryshime kushtetuese. Edhe kjo është, do me thënë pas ka qenë vetëm një premtim bosh për të joshur qytetarët dhe për të rahatuar vetveten në koltuqe. Zgjedhja e presidentit në kuvend është po ashtu diçka e cila as që diskutohet. E shohim se sa mirë, sa të urtë janë bërë tani për të gjitha ato dukuri apo anomali apo edhe gabime, se edhe ne kemi edhe gabime, ne nuk mund të amnestohena. Për shembull, ju tani jeni në opozit, dikur keni qenë në pushtet.
Tani jeni në opozit dhe tani thoni që në të ardhmen qeveria do duhet të themelohet në bazë të parimit të badinterit. Po. Këtë keni mund të bëni edhe kur keni qenë ju pjesë e pushtetit. Gjykata kushtetuese të funksionoj si pas parimit të badinterit. Gjithashtu keni mund të bëni kur keni qenë pjesë e pushtetit. Dhe me thënë, lëshime ka, por ato të jenë lëshime të cilat në të ardhmen do të shërbejnë për të përmirësuar veprimin politik të partive politike. Kur jemi të qeveria me badenter, kjo çështje, do me thënë, në një farë mënyrë është adresuar me atë marrëveshjen e majt, kur ishte një situatë e ngjashme me këtë tani, 2006-2008 qeveria, dhe prej atëherë nuk është se janë paraqitur defekte apo probleme gjatë krijimit të qeverisë. Ndonjëherë edhe në proceset demokratike vihet në situata të cilat mbas është dashur më mirë të mendohen, apo në situata të cilat nuk e mendon se mund të vinë. Ne nuk na e ka marrë mendja, po e them nga prizmi im, se do të vinë 5-6 parti me një koalicion, disa lëvizje, disa parti aty, të cilat do të dakordohen që të jenë pjesë e qeverisë me dëshirën dhe me mëshirën e kryeministrit apo mandatarit, kush do qoftë ai. Prandaj kemi menduar se çështja e marrëveshjes së majit, e cila e përcakton sakt se mandatari krijon qeveri me partinë fituese në bllokun shqiptar, do të jetë një burim i pashkruar, ndoshta nuk e kemi sankcionuar në ligj dhe në kushtetut, një burim i pashkruar, po i cili do t'i gjenerojë dhe do t'i rregullojë në të ardhmen këto konstelacione politike apo rregullimin politik të qeverisë. Dhe në momentin kur u paraqit kjo çështje, kur patëm pas 8 majit një koalicion nga VMRO, DPMNE-ja dhe Znami me 64 deputet, nëse vazhdojmë me këtë logjikë dhe nuk e adresojmë këtë çështje, mund vim në të ardhmen që vetëm VMRO-ja të ketë 64 dhe të merr një parti vetëm me 3 deputet. Ndoshta është dashur të jemi më të vëmendshëm për të adresuar me kohë. Me sa duket shumë u keni besuar Palës Maqedonas, se ne gjithë e dimë obstruksionet. Jo Palës Maqedonas, se ne u kemi besuar se politikanët shqiptar nuk do të lejojnë që të hynë si humbës në qeveri, sepse ata që hynë në periudhën 2006-2008 e dim se ku përfunduan. Unë e kisha qëllimin atë se ju e keni ditur se me gjithsesi në gjithë e dim se me kë kemi të bëjmë, obstruksionet që u lindin atyre brenda natës për gjithë shka, si pas Bashkimit Demokratik për Integrim, gjua Shqipe është gjuhë zyrtare, ndërsa 10 vite, 15 vite bëhen obstruksionet në zbatimin e tij në praktik. Për këtë arsye është dashur që të gjitha këto punë të cilat mund të lindin e ju si keni besuar që se mund të lindin, është dashur të rregullohen me ligje të caktuara. Do të kthehem vetëm edhe një herë te ai legitimiteti, sepse më provokuat pak. Tani, në momentin kur 64 deputetet Maqedonas, apo 2 koalicionet VMRO-ja dhe Znami, veç e bën koalicionin, hynë në pushtet apo në qeveri me koalicionin Vlen kishte 14 deputet. Në një moment të caktuar u shkëputën 5 deputet, ranë në 9 deputet, dhe vetë fakti se as pak nuk u hament në atë kohë mandatari apo kryeministri sa do të shkohet në zgjedhje ose jo, po ishte në gjendje të vazhdojë edhe me 9 deputet, vërtet lën shumë për të dëshiruar. Edhe nga ai, po edhe nga partitë politike të cilat ishin në gjendje edhe si një grup parlamentar prej 9 deputetësh të vazhdojnë dhe ta mbajnë në këmbë qeverinë. Pastaj u shtuan edhe 2, nga 9 u bën 11, por prap dallimi, diskrepanca ndërmjet deputetëve shqiptar në pushtet dhe deputetëve shqiptar në opozit është pothuajse 2-1. Dhe kjo lën shumë për të dëshiruar. A mendoni se me parimin e badinterit gjithësisht mendoni se përfundimisht zgjidhet ky problem? Tani, të pretendojsh të zgjedhësh diçka përfundimisht në procese demokratike
edhe po t'i lexoni librat më të mirë mbi demokracinë, do ta shihni se është pothuajse e pamundur. Është proces i cili vazhdimisht kërkon të avansohet. Edhe vendet më të zhvilluara zhvillojnë fushata, bëjnë premtime, kanë çështje të cilat duhet t'i adresojnë, të cilat duhet të kultivohen më tutje, edhe vendet me demokracitë më të vjetra në botë. Tani, ne nuk mund të themi se jo vetëm ne, po askundi, u bë ky ligj dhe kjo këtu mbaroi gjithçka. Gjithmonë vullneti politik mendoj se është mbi ligjet. E keqja është kur ky vullnet politik nuk shfrytëzohet për t'i avancuar ligjet dhe për t'u lehtësuar jetën qytetarëve, por shfrytëzohet për ta ruajtur me çdo kusht pushtetin. Pas takimit liderëve që ishte para disa ditëve, u pa qartë se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe armën më të fuqishme që e kishte për t'i realizuar disa nga synimet e saj, që është principi i parimit të badinterit në parlament, edhe atë e humbëm, pasi që me sjelljen e ligjit për qytetin e sigurt dhe për zgjedhjen e advokatit të popullit, u dëshmua që më nuk e kemi edhe atë forcë. Me mospasjen e badinterit, mendoj se në rastin e parë se IFSIT-i kanë humbur shqiptarët, nuk ka humbur vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse ajo gjoba që do t'i vijë aty në Tetov ose në Kumanov ose në Çajir nuk do ta njeh ngjyrën politike të atij partijake, përkatësinë partijake, por do duhet që t'ia atakoj direkt xhepin dhe mendoj se nuk do të jetë gjobë e cila do të bëj kësi klasifikimesh. Ankesa e BDI-s nuk ishte për gjobat, sa ishte për gjuhën shqipe, mos implementimin e gjuhës shqipe. Ndërsa qeveria thotë se qëllimi i qytetit të sigurt është rregull dhe rendi në komunikacion, gjithsesi shpëtimi i jetës së njerëzve. Sa mendoni se do ta arrijë këtë qëllim projekti Qyteti i Sigurt, dhe a mendoni se pas ankimimeve që janë bërë nga disa parti politike dhe disa grupe qytetarësh për ligjin për Qyteti i Sigurt, a mendoni që ka gjasa reale që të bjerë në kushtetuese? Shifni, ligji si ligj është kundër kushtetues, sepse nuk e respekton atë nenin 9 të kushtetues. Po kjo është baza që duhet gjykata kushtetuese dhe gjykata kushtetuese, në qoftë se ka mbetur pak gjyqësi dhe pak kushtetueshmëri te ajo gjykat, do duhet që ta rrezoj. Ka pas një situatë, me sa më kujtohet, me ndihmën për fëmijën e tretë, fëmijën e katërt në të kaluarën një ligj që i përfshinte vetëm disa qytete apo grupe ku është nataliteti kaq, nataliteti aq, i cili ra në gjykatën kushtetuese atë botë. Dhe nëse tani gjykata kushtetuese nuk e merr, domethënë, guximin për të shfuqizuar një ligj të tillë, që edhe studentët e drejtësisë e kuptojnë me të parën se është ligj antikushtetues, vërtet atëherë te ajo gjykatë nuk ka mbetur as gjyqësi, as kushtetueshmëri, aq më pak drejtësi apo pritshmëri për të ndarë drejtësi nga qytetarët. Ligji vlen në territor të caktuar. Territori është atributi kryesor i shtetit dhe shtetet bëjnë ligje për t'i zbatuar në krejt territorin. Çdo përjashtim në mënyrë selektive kjo është çdo përjashtim mund të bëhet për shembull me një urdhëresë administrative apo me një udhëzim administrativ, ka një vend vërshime, urdhërohen njerëzit që të evakuohen sa më shpejt, apo situata tjera që janë pjesë organeve administrative. Ligji si akt normativ i cili sillet në kuvent nga deputet nga mbar shteti, duhet që ta përfshi territorin e mbar shtetit, dhe unë jam juriste edhe me profesion dhe pres që gjykata kushtetuese ta rrezon këtë ligj. Ndërsa ju shprehni kritika ndaj mos përdorimit të gjuhës në mënyrë adekuate, pushteti thotë se kjo çështje do të rregullohet, ndërsa opozita maqedonase ka frikën nga keq përdorimi të dhënave personale. A mund të ndodhë kjo? Ne kemi parasysh se në Maqedoni besimet janë të humbura gjithandej, po nuk janë rastësisht të humbura, janë të humbura për arsye të veprimeve të caktuara që kanë ndodhur. Tani ne e dim gjithë se si VMRO në një kohë të kaluar ka bërë keq përdorimin e këtyre të dhënave, dhe tani me të drejtë opozita edhe ka vërejqet e saj.
Shif, edhe vërejtjet për cënimin e privatësisë së njerëzve qëndrojnë. Sepse në qoftë se keni dëgjuar edhe vetë ministrin Toshkovski javën e kaluar, më duket ishte, në një intervistë nuk ishte shumë e qartë se çka do të ndodhë me të dhënat, me fotografit, çka do të ndodhë me databazën ku do të mblidhen këto fotografi, kush do të asiguroja atë, ku do të përfundojnë ato, nuk ishte shumë e qartë. Do me thënë mban edhe ajo vërejtje. Mban edhe vërejtja për zbatimin selektiv, apo vetëm në 3 qytete, por po ashtu mban edhe vërejtja për mos respektim të ligjit për zbatimin e gjuhëve, ku shprehimisht është e përcaktuar se nëse njëra nga palët flet gjuhën shqipe, atëherë do duhet që komunikimi me organet shtetërore të bëhet edhe në gjuhën shqipe, respektivisht në gjuhën të cilën e përcakton si gjuhë të dytë zyrtare ligji për zbatimin e gjuhëve. Me thënë ka aq shumë shkelje, aq shumë parregullsi, sa që ndonjëherë edhe me të drejtë mund të parashtrohet pyetja çka është ai si them, ajo dëshira aq e madhe apo imperativi aq i madh që ky ligj të fillojë të zbatohet me një shkurt. Po, për të mbushur buxhetin e shtetit, kuptohet. Mirë po, shpresoj të jetë vetëm ajo, mos ka edhe diçka tjetër. Ka edhe një vërejtje tjetër e cila paraqitet dhe thotë se vërejtja që do t'u dërgohet qytetarëve për shkelje eventuale në komunikacion është e njashme. Më thënë, pala nuk është në gjendje ta verifikojë dhe ta nënshkruajë atë proces verbal për të cilin dikush ka sjell vendim se është bërë një shkelje në komunikacion. A është edhe kjo një shkelje të drejtës elementare të vetë qytetarit? Po faktikisht qytetari këtu nuk ndiqet, po persekutohet, sepse nuk i jepet mundësia që të mbrohet. Për një çështje që është filmuar, respektivisht fotografuar, në të kaluarën dhe të cilën ai nuk mund ta kthej prapa për ta verifikuar. Goditet edhe e drejta e mbrojtjes së palës, dhe nuk e di se si do ta rregullojnë deri në fund. Mbetet që të ndjellin shumë besim te funksionimi i kamerave, që ne të gjithë t'i marrim ato si të mirëqena, si të sakta dhe të mos insistojmë për të realizuar të drejtën e mbrojtjes, që është e drejtë universale, e garantuar edhe me akte ndërkombëtare edhe me kushtetut dhe me ligj. Pushteti ekzekutiv thotë që kur fillon një projekt i kësaj natyre, normalisht që ka lëshime dhe ne ja do ta lëmë të besojmë se ka lëshime të cilat do të evitohen gjatë funksionimit. Në këtë rast ka shumë lëshime. Fatkeqësisht edhe janë lëshime të mëdha, nuk janë lëshime të vogla, çështje të vogla, janë lëshime shumë të mëdha. Të presim ndoshta edhe vendimin e kushtetueses dhe pastaj të shohim se si do rrjedh edhe kjo punë e këtij projekti. Një çështje shumë interesante është edhe çështja e iniciativës për ndryshimin e kodit penal, për të cilin ju si ekzekutivi më hershëm keni marrë kritika nga Komisioni Evropian për sjelljen e këtij ligji, keqpërdorimi flamurit evropian e kështu me radhë. Mirë po tani ka një iniciativë për ndryshimin e kodit penal. A do të përfshiheni ju si parti, a keni thirrje të përfshiheni ju si subjekt politik në ndryshimet e kodit penal, i cili të jetë kod penal i cili do të jetë i mirëpritur edhe nga fella profesioniste, por edhe nga vetë qytetarët? Tash për tash nuk kam informacion se kemi një ftesë për përfshirje të tillë, përveç deputetët të cilët janë në kuvend dhe të cilët do duhet që t'i dalin zot asaj pune, të shohin se si është. Grupi i punës për hartimin e kodit të ri penal funksionon ka 2 vite 3 që e dëgjoj une, por dje ose pardje, më duket më sakt pardje, në kuvend kaluan ndryshimet e kodit aktual penal. Dhe këto interesant se pikrisht ata njerëz të cilët më shumë i kritikonin ndryshimet në vitin 2023, jo se këto ndryshime kanë ndonjë dallim të madh në raport me nenin 3, ndryshime që i bëm ne në nenin 353, po ata njerëz tani i votuan dhe kryetaria e shtetit ekspres e ka nënshkruar, domethënë ligjin, e cila ka qenë shumë e zëshme atëherë për se si duhet të ndryshohet një kod penal. Tani, ky kod penal, siç e di unë, është një kod që është bërë në 2023 dhe është bërë në 2023 me një ligjvënie të caktuar. Pra, në 2023 ka qenë një kod penal i cili ka qenë shumë e zëshme atëherë për se si duhet të ndryshohet një kod penal. Tani,
Çdo ndryshim i ri i kodit penal, për nga natyra kodi penal është i atill që nuk ka veprim retroaktiv, por në qoftë se në ndërkohë ka ndodhur disa ndryshime dhe njëri nga ato ndryshime është në favor të palës, për palën do të vlej ligji që është më i butë për palën. Me thënë, mund të ketë veprim retroaktiv nëse është më i butë për palën. Ndërsa, për të ardhmen, normal se do të vlejnë ndryshimet të cilat janë në fuqi në momentin e kryerjes së veprës penale. Në këtë drejtim, mendoj se këto janë më shumë ndryshime kozmetike, duke pasur parasysh edhe qëllimin e kryerjes së këtyre, se sa ndryshime që me të vërtetë diçka të ndryshohet. Një gjë të cilën janë përpjekur që ta dhe e kanë me këto ndryshime, është sa u përket viktimave të dhunës në familje. Në rast se ka lëndim trupor, nuk do të pritet propozim nga pala e dëmtuar, por do të duhet që prokurori publik ex officio apo sipas detyrës zyrtare të bëjë ndjekjen. Megjithatë, ta shpjegoj sepse ky kod penal dhe kjo dispozitë është e lidhur drejt për drejt edhe me ligjin e procedurës penale. Në ligjin e procedurës penale shprehimisht bashkëshorti jashtëmartesor të afërmit në vit të drejt gjaku pa kufi, në vi ansore deri në shkallë të 4 dhe në vi krushqie deri në shkallë të 2, janë të liruar nga obligimi për të dëshmuar. Dhe çka do të bëjmë? Tani ne e vendosim në funksion një kërkesë apo një tendencë nga Konventa e Stambollit, e cila më së shumti mirret me dhunën në familje, dhe detyrojmë prokurorin publik që ta ndjek, kurse nga ana tjetër me ligjin e procedurës penale ju mundësojmë pikrisht atyre personave që mund të jenë viktimat të dhunës në familje të mos dëshmojnë, nuk kanë obligim për të dëshmuar. Dhe nëse deri tash viktima është tërheq nga ndjekja, tani mund të vim në situatë që ndjekjen do ta ushtrojë prokurori publik, po viktima në fund do të thotë nuk dua të dëshmoj kundër familjarit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme në ligjin apo në kodin penal, po qëllimi i sjelljes së kodit penal të ri është lufta kundrejt korrupsionit dhe krimit të organizuar, që thatë këtu as pak nuk përfshihet për momentin në këto ndryshime që aktualisht u bën. Te neni 353, keqpërdorimi i detyrës zyrtare, me aq sa jam e informuar, ka një ashpërsim të politikës penale, por po e them prap për veprat të cilat kanë ndodhur. Para se të bëhet ky ndryshim apo kjo ndërhyrje, do të vlej ligji që është më i butë për palën. Nuk mund të ketë veprim retroaktiv në qoftë se është më i rëndë për palën dhe kjo është përsëri një avansim i sepse përndryshe e drejta penale do të shndroheshte në mjet hakmarrjeje politike. U fillua, më thënë, është problematike, tani kanë paralajmëron qeveria reforma në administratën publike, këndej shfuqizuan ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat balanserin, si që quhet e balansuesin, kërkesa për heqjen e balanserit ka qenë edhe gjatë kohës kur ju keni qenë në pushtet, me thënë Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe me rekomandim të Komisionit të Venedikut, kështu me radhë, tani o sjell një ligj, o sjell, përcakton, e paqartë është gjithçka, si e komentoni ju këtë, plus asaj ankesave të cilat janë se në përpilimin e këtij ligji të ri, kryetare apo në komision ka qenë Tanja Karakamisheva, profesoresha, e cila shfaq shenja nacionalizmi hapur kundrejt shqiptarëve. Parimi për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është parim që buron nga marrëveshja e Ohrit. Dhe ky parim ka bërë që në institucionet shtetërore, në këto 20 e sa vitet e fundit, ne të arrim nga një përfaqësim prej 2% në 22.diçka%. Fillimisht, punësimet kur janë bërë me konkurset e mëdhej, kur ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet, nuk ka pas mekanizëm të balansuesit. Në një moment të caktuar fillojnë që të mbushen dhe me qëllim që të jetë, do me thënë ajo, ndarja
më e saktë, më matematikore, e tjerë vendoset mekanizmi i balansuesit. Si mekanizëm i cili në atë kohë është menduar si një formë më e mirë për të garantuar dhe për të siguruar që konkurset, në qoftë se ka 10 vende, me thënë të shifet si është në atë institucion edhe të ndahen, për shembull 6 Macedon, 3 shqiptar, një turk, me numrin e banorëve. Dhe ky mekanizëm e ka luajtur rolin e vet në një periudhë të caktuar, derisa ne jemi të vetëdijshëm se filloi të keqpërdoret. Megjithatë, është tendencioze kur këto keqpërdorime ju fakturohen vetëm shqiptarëve. Nuk janë vetëm shqiptarët që i kanë keqpërdorur dhe mendoj se kjo bëhet qëllimisht me strategji nga ana e atyre të cilët na lanë pa balansues dhe e shohim se si përfundojnë tani konkurset. 50 Macedonas, 0 shqiptar. E shihni në Dibër, që është Dibra është qytet i cili në të dy anët e kufirit quhet Dibër. Mjafton vetëm kjo dhe çfarë qasje tani kanë këto politikanë apo kjo politik ndaj qytetit të Dibrës. Dhe që është një qytet kufitar, po ashtu, ky mekanizëm i balansuesit, në momentin kur hiqet dhe këta koalicioni VMRO Vlen insistojnë se do të sjellin ligj, nuk është e udhës apo nuk është në frymën e asaj se ne në një moment e pam se është duke u keqpërdorur nga të dyja palët dhe jemi dakord që të gjendet një mekanizëm tjetër i cili nuk do të mund të keqpërdoret. Sepse në qoftë se ka shkelje të një ligji, ti nuk e shfuqizon ligjin, e ndryshon ligjin, e avanson ligjin që të mos ketë shkelje. Dhe kërkesa jon ka qenë që të sofistikohet ndoshta mënyra që të mos ketë keqpërdorime, edhe pse po e them edhe një herë, ato keqpërdorime nuk i kanë bë vetëm shqiptarët. Dhe këta ranë dakord që ta hekin komplet balansuesin. Por nëse mendoj se na kujtohet se një ndër premtimet parazgjedhore të partisë VMRO DPMNE ka qenë atakimi ndaj përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, të njëjtin duke e paketuar si meritokraci dhe nevojë për cilësinë e shërbimet administrative. Gjë e cila është vërtet e menduar në mënyrë strategjike, nuk mund të them se është një gjë e rastësishme që u është kujtuar rastësisht, për ta paraqitur këtë 22% në të cilin kemi arritur ne, si një arritje jo e drejtë, jo cilësore dhe jo e bazuar në meritokraci, po e bazuar në kriteret e tjera, gjë me të cilën unë nuk jam pajtuar as kur kam qenë deputete e pushtetit dhe nuk pajtohem as tani. Dhe dakordësia e partive vlen që aq lehtazi ta hekin balansuesin dhe të inicojnë një ligj, dhe ne e dim se ligji nuk sillet një ligj i ri, nuk sillet brenda një jave, nëse se kanë ditur, kanë mundur të pyesin dikënd. Po i njëjti plus të komplikohet duke shkuar në Komisionin e Venedikut, po plus duke e ditur se kemi edhe zgjedhje lokale gjatë këtij viti, tregon se qëllimi kryesor ka qenë që përmes këtij draft ligji të vazhdojnë edhe një kohë të caktuar, edhe një vit, konkurset 50-0, 72-1, 24-0 dhe kështu me radhë, që të mos mund të punsohen shqiptarët, të rinë shqiptar, dhe normal të arrijë atë që e ka premtuar VMRO DPMNE-ja, se nuk do të ketë më përfaqësim të drejtë dhe adekuat, po vetëm cilësi dhe meritokraci. Dhe kjo është shumë zhgënjyese nga politikat aktuale. Ne jemi afër fundit të emisionit, por s'mund t'ju lë pa ju pyet edhe një çështje e cila është shumë unë besoj se është e rëndësishme. Kryeministri tha që nuk do të ketë ndryshime kushtetuese pa marrë disa garanci, të cilat garancisë mund të jap unë besoj të paktën askush. Si do ta shtim procesin për ta zhbllokuar avancimin e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian. Pala Maqedonas e tha të futemi në një bisedime me Bullgarinë, mirë po kjo s'është çështje e Bullgarisë, është çështje e Bashkimit Evropian. Jo tani më nuk është problem dy palësh Maqedoni Bullgari, por është problem Maqedoni Bashkimi Evropian. Si mund të zgjidhet kjo çështje dhe sa ne si shqiptarë duhet të vazhdojmë të jemi peng apo sakrificë apo kurban i politikave të gabuara të palës Maqedonas. Vërtet është shumë zhgënjyese ajo paraqitja që drejt për drejt
se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese përderisa jam unë kryeministër, me 2 kushte dhe komplet mban ajo se ky më nuk jemi ne në pozitë për t'i vendosur kushte Bullgarisë, po kjo ishte një kornisë negociuese e dakorduar me Bashkimin Evropian dhe në këtë situatë të ndryshimeve, çrregullimeve, problemeve që i ka sfera ndërkombëtare, nuk e di sa jemi ne interesant tani për ta marrë vëmendjen e atyre dhe për t'i ulur te një çështje për të cilën ata e konsiderojnë se është e mbyllur dhe duhet vetëm ne t'i realizojmë detyrat e shtëpisë. Mendoj se në këtë pikë faktori politik shqiptar është i unifikuar, se deputetët shqiptar gjithmonë do të jenë për t'i votuar ndryshimet kushtetuese dhe mendoj se nuk duhet që të hekim dorë për shkak se qasje pothuajse të ngjashme me këtë ka pasur edhe për NATO-n dhe Maqedonia sot është antare e NATO-s. Do duhet, siç duket, të kemi edhe pak durim, me rëndësi është që ne të mos e justifikojmë paraqitjet e tilla të kryeministrit Mickovski dhe të ngelim të vendosur për t'i realizuar ndryshimet kushtetuese. Unë këtu do t'ju falenderoj që ndatë kohën që qeni bashkë në emisionin. Faleminderit shumë edhe juve. Ishte kënaqësi po ashtu. Nderuar teleshikues, ishte praktik i emisioni Politika për këtë javë. Unë juftoj që të na ndiqni edhe javën e ardhshme në të njëjtën kohë me mysafir të radhës. Faleminderit, natën e mirë.